Edhe pse mu një neurolog, më thonë kur ka qenë ideali 16 mujsh, me njëherë ka dyshu, dhe i këmë thonë, çka dyshon ti? Më ka thonë autizëm. Edhe po, ka thonë, që e në kapsht, socializoje, nalja këto televizionet, telefonat, edhe sa ato jenë shumë dëmshme jenë. Dikojnë shumë, sidomos në moshën e hershme, kur e merë fëmiju informata, ato do të rrepsisht mi ndalu. Po që me bo, unë edhe vetë ja hu lëshu, se kum ditën, po ja hu lëshu për shamo, po Nuk e kemë bu qëllimisht. Po jo, po dhe kur ka thonë mjeku, unë ja kum dërprej automatikisht, dhe mendoj që herët kum reagu, që kjo, veç Kjo ka rëndësi që reagimet tua dhe intervenimin e ke pas shumë të hershëm dhe me pa tjetër që fëmijët e tu kanë me pas sukses. Po të regëm pak për sfidat ma të mdhaja që i ke hasë diri tash me fëmijët, për shembull qoftë në shkollë, qoftë në shoqëni. Momentin në shkollë kam një sfidë të madhe, besa me të regu, për shkak se ideali është pak ma hiperaktiv, Elektra vajza ajo është shumë e qetë, edhe është ma bindse ndaj asistentës, e ndëgjan i bën detyrat, nuk bën kështu në një zhurëm o diçka në i problem klas, është ma e qetë. I ka dhe ajo do momentet vetë, apo kryesisht është ma e qetë në shkollë, ideali është pak ma problem, është pak ma hiperaktiv në shtatë që është djallë, edhe u zhvillu, a i ka gja kështu, edhe na në shpepe kena problem, s'po në ndëgjan shumë. E kam pak problemin të ideali, po unë po kam qef a i me ditë që du të me shku në shkollë edhe du të me kanën me vazhdu shkollën, sepse s'po du m'ja plëcu ati që apo dën aji, se aji dën pak me najtë edhe me anë shpe. E unë për momentin që të sfidja kam, edhe me ndaj, bile kur po m'vesin gazetarët për do sfidat muzikës, ato po m'dohën asgjë fare. Seriosisht, sepse njeri është shumë i fort. Më thonë, çdo sfidë ma e shtirë, po të bëjke ma të fort. Edhe që atëherë din ti që me të vërtet s'ka ka kanë që e sfida që ti e ke menu vetën, e ke mundu aqë shumë psikisht për diçka që Zotit ballafaqen me gjithçka.